çeljes së sezonit turistik në Pogradec, ku do të kemi takime për turizmin, lajme të mira, punë të mira, dhe ku do të flasim edhe për të mundësi të re të udhëtimit, për një rjet ndoshta turistik, panoramik, udhëtimi, avion, helikopter e tjerë, por që do jetë një risi dhe që do të ketë një rëndësi sa i takon turizmit, jo vetëm atij elitar, por edhe turizmit të natyrës, turizmit të aventurës e shumë aspekte tjera. Tani edhe një pyetje tjetër teknike Maxit, në lidhje me udhëtimet që a mund të jenë dot edhe nga shtetet fqinje drejt Shqipërisë dhe Anasjeltas? Po, aviacioni përshtet turizmin. Nëse ne shikojmë përtes Shqipërisë, zonë shtetet si Kroacia, Malezi, Italia Jug, Shqipëria dhe Greqia kanë tipologjinë e turizmit. Në këtë kontekst të lidhësh destinacione jashtë vendeve në funksion të turizmit është eksakt çfarë ju doni të bëni dhe çfarë duan të kushtojnë. Do të thotë të lidhësh Florën me Janinën, të lidhësh Florën me Korfusin, të lidhësh Pogradecin me Shkodrën, të lidhësh Shkodrën me Budvën, janë eksakt çfarë ky transport po bahet që ne po tregojmë sot e ofron të sigurt. Dhe më the më parë që madje edhe më mirë në liqene, sepse janë edhe më miqësore ndaj avionëve të ujit. Po, liqenet janë shumë më mirë në kuptimin e skandal. Se skandalli para do kanë ujë të kripur që e dëmton e okay, që nga dhe ky faktor. Kështu janë dy faktorë që pse ky lloj transporti lidh është shumë mirë, shumë feasible të punojë në liqen. Dhe po të ishim fleksibël, si termi praktik, me mole të thjeshta, me disa infrastruktura të certifikuara dhe me standarde, po jo shumë të shtrenjta, në bashkëpunim me bashkinë, mund bërit mundur që kjo gjë të është një realitet. Eksakt. Shumë faleminderit për pyetjen tjetër, është eksakt çfarë qeveria shqiptare bëri në aviacion civil. Çfarë tha? Çfarë është kush strategjia? Infrastrukturë, konektivitet, konkurrencë. Lidha gjithë për këtë tipologji avionësh turistik. Infrastrukturë e thjeshtë, kudo që të aksesohen nga avion. Konkurrencë, i pari, i dyti, i treti. Konektivitet, lidhje. Është eksakt implementimi i strategjisë së qeverisë transport turizëm. Atëherë ne do ta vijojmë të bisedë me Enea, me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, do ta vijojmë me bashkitë, do ta vijojmë me gjithë faktorët që lidhet me çdo koordinim që do duhej për ta bërë të mundur. Faktën, Yzmetin do ja bëjmë. Në Korrik, ne kemi në fund të Korrikut, ne do bëjmë fluturimin Pogradec-Shkodër, i njëjti gjë, për të bërë demonstrim në Shkodër. Në bazë aty është mirë që ne të tre, Ministri Transport dhe ju, unë dhe bashkitë afektuara të bëjmë një get together për të filluar në shpërlosje. Atëherë po u bashkua dhe Beneti në këtë histori, nuk diskutohet, i bashkë kryetarët e tjerë të bashkive kuptohet Pogradecin, edhe Florën, edhe kryetarët të tjerë që i lidhe uji dhe po themi turizmi, po ama me Benetin besoj që do bëjmë një grup shumë operativ, edhe do e bëjmë mundur dhe sa i takon domethënë forcave tona dhe mundësive tona, besoj që nuk do ketë asnjë shans që kjo të mos bëhet. Nëse kjo varet nga ne, pra ne do bëjmë ç'është e mundur që ta realizojmë. Po, Beneti është pjesë e projektit, është njoftuar, ne kemi qenë kontakt. Nuk e bëm të radhë, shpresoj që Beneti mos mërzitet, pasi infrastruktura teknike që kërkonte avion nuk e lejonte 3 destinacione. Po unë i pretendoj Benetit që në fund të Korrikut do vim në Shkodër nga Pogradeci. Okej, deri atëherë do kemi edhe një plan pune ne, edhe një plan, po themi propozim, edhe një ide për si të veprojmë dhe cilat do jenë lëvizjet e para, qoftë ato themi rregullatore, qoftë ato teknike, në mënyrë që ne të kemi një ide më të qartë për këtë mundësi që do i shtonte mobilitetit, transportit, turizmit në vend një tjetër zgjidhje dhe një tjetër mundësi. Po, plani është i bërë, ne do të sjellëm kërkesat për molet që të akomodojnë. Ju do filloni të planizoni se si të implementoni, së bashku dhe për të mundur. Faleminderit, Max. Faleminderit.